Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Šaip Kamberi. As edhe pritjen më të vogël për të mirë nuk e kanë shqiptarët në Serbi nga kryeministri në ardhje i këtij shteti Gjuro Macut. Këtë tha deputeti vetëm shqiptar në parlamentin serb Šaip Kamberi në fjalimin e tij të mërkurën në ditën e dytë të ekspozesë së mandatarit. Ai ka shumë kritika për mjekun e shndruar në politikan. Ajo që më shumë e diskualifikon këtë qeveri është mungesa e guximit politik që të përballet me të kaluarën. Asnjë fjalë nuk u tha për trashëgiminë së kaluarës, për krimet e luftës dhe procedimin e atyre që janë përgjegjës. Ndaj Kosovës po vazhdohet politika e mospranimit të fakteve dhe refuzimi me përballjen me realitetin. Pra, koka është futur në zall. Për përmendjen e Kosovës, ashtu siç është shteti pavarur e sovran, deputetit nga Lugina e Preshevës i reagoi shefja e parlamentit Ana Brnabish që pretendon se Kosova është pjesë e shtetit të saj. Kosovo misli autonomna pokrajina Kosovo i Metohia. Iżvanesi që tha se qeveria e re serbe se dëgjon asnjë hall të pakicave, u deklarua se shqiptarët e Medvegjës, Preshevës e Bujanocit distancohen edhe nga propozimi që Demo Berisha që thot se ka preardhje nga Kosova të bëhet ministër për pakicat. Përdorimi i këtij kandidati është alibi për gjoja përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Po ashtu emërimi i tij do të jetë i dëmshëm për shqiptarët në Luginën e Preshevës dhe raportet e tyre me këtë shtet. Vetë mandatari përshef qeverie në Beograd kur shpalosi planin e tij qeverisës me tone nacionaliste tha mes tjerash se do luftoj Kosovën në arenën ndërkombëtare.